Të shumta janë vajzat dhe gratë që u drejtohen qendrave estetike për të vendosur qerpik artificial. Ky trend masiv ka rritur ndjeshëm infeksionet në sy, të cilat sipas mjekëve okulistë mund të rrezikojnë edhe shikimin. Ne hasemi me pacientë të tillë me probleme të shkaktuara nga qerpikët fals gjatë punës tonë përditshme, hasemi her pas here, që të aplikohet një qerpik fals në radhë parë, shikuesit që na ndjekin duhet kuptojnë këtë, ajo duhet ngjitet me diçka aty. Pra aplikohet një ngjitës e cila e ngjit tek qerpikët aktual, tek qerpikët natyral, ngjit te pjesën shtesë të qerpikut fals. Dhe problemi kryesor fillon qysh te fakti që se çfarë lloj ngjitësi përdoret. A është ky ngjitës cilësor, nëse ngjitësi nuk është cilësor deri në rënien e qerpikëve natyral, dhe ka raste edhe në mënyrë të përhershme, sepse mund të ndëmtohet në mënyrë përhershme folikuli, pra rrënja ku del qerpiku natyral. Mjeku okulist Rubin Topi thekson se vajzat dhe gratë duhet të informohen mirë mbi rreziqet që sjell vendosja e qerpikëve artificial, ndërsa në asnjë mënyrë nuk duhet ta trajtojnë vetë pa u konsultuar me mjekun specialist. Të informohen, të shohin me kujdes, të gjejnë qendra të cilat kanë një eksperiencë shumë të mirë dhe pozitive dhe rezultate shumë të mira me këtë lloj aplikimi, në mënyrë që rreziqet që të ndodhin të gjitha këto që ne numëruam pak më përpara, të jenë sa më pak. Në rastin e parë që shohin që diçka nuk shkon, patjetër mos të përpiqen ta trajtojnë vetë, apo të shkojnë direkt në farmaci, sepse me sy nuk bëhet shaka, pra ka rreziqe që janë të rëndësishme siç e përmendëm, dhe të paraqitet tek mjeku specialist. Nuk mungojnë as rastet e adoleshenteve të cilat në mënyrë të shpeshtë vendosin qerpik artificial, duke rritur kështu riskun e dëmtimit të syrit dhe qerpikëve natyral.